Ekziston një zarf i verdh, i grisur në koha, që ruhet sot në një sirtar të një apartamenti të thjesht në periferitë të Tiranës. Brenda tij, disa letra të shkruara me dorë, një listë emrash dhe shifrash, dhe një shënim i fundit me fjalët: mos e tregoni asnjëherë. Mos e tregoni derisa të jem gjallë. Gruaja që e shkroi atë shënim ka ndëruar jetë, por njerëzit të cilëve u la trashëgimi ai zarf, fqinjet, të afërmit, njerëzit e zakonshëm të lagjes, kanë mbajtur fjalën e dhënë për gati 30 vjet. 30 vjet heshtjeje, 30 vjet sekreti, 30 vjet ku e vërteta për Margarita Xhepën, zonja e madhe e këngës shqiptare, ka rënë e mbulluar në hirin e vitit më të mallkuar që ka njohur ky vend. Por sot dikush e hapi atë zarf, dikush vendosi të flasë. Dhe ajo që dëgjojmë na bën të kuptojmë se Margarita nuk ishte thjesht zëri më i bukur i Shqipërisë. Ajo ishte edhe shpirti i saj më fisnik, i fshehur me kujdes pas buzëqeshjes së famshme dhe elegancës që e njihte çdo komp. Por çfarë fshihej pas asaj elegancë? Dhe kush, saktësisht, kishte interes që ajo të heshte gjithë jetën? Ka njerëz që kur historia bëhet shumë e rëndë për të mbajtur vetëm, zgjedhin të ikin. Dhe ka njerëz të rrallë, shumë të rrallë, që zgjedhin të qëndrojnë. Viti 997 erdhi mbi Shqipërinë si një gjyq i madh, gjyq i varfërisë, gjyq i shpresave të humbura, gjyq i besimit të tradhtuar. Skemat piramidale kishin thitur kursimet e tëra familjeve, kishin bërë me balt ëndrat e njerëzve që kishin duruar dekadat e komunizmit me shpresën se liria do t'u silte diçka më shumë se urinë dhe frikën. Dhe kur piramidave u erdhi fundi, kur parat u avulluan si mjegulla mëngjesi, njerëzit e zakonshëm dollën në rrugë me armë në duar, sepse nuk kishin mbetur as fjalë. Tirana, Vllora, Shkodra, Gjirokastra, çdo qytet u shndërrua në skenë të një lufte civile pa front, pa rregull, pa kuptim. Predha binin kudo, dyqanet u dogjen, spitalet mbetën pa mjeksi. Nënat fshinin fëmijët poshtë shtretërve dhe luteshin që natat kalonte pa zhurmë. Dhe ndërkohë që mijëra njerëz të njohur, politikan, artist, intelektual, ngarkuan valishet dhe gjetën aeroplanin e parë drejt Italisë, drejt Greqisë, drejt çdo vendi tjetër që kishte paqe dhe dritë elektrike, Margarita Xhepa bëri diçka të pabesueshme. Mbeti. Jo vetëm mbeti, por bëri diçka që nuk e dinte askush, diçka që ajo vetë refuzoi të shpalloste, diçka që vetëm sot, pas gati 30 vitesh, po del në dritë me plot forcën e saj të madhe dhe të dhimbshme. Margarita Xhepa kishte lindur në Lushnjë në vitin 932. Burimi i madh debati ky, sepse disa burime biografike e vendosin lindjen edhe disa vjet më herët. Vetë të tjerë lidhin fëmijërinë dhe fillimet e saj me Vllorën. Gjë që vetë ajo nuk e korrigjonte kur me entuziazëm, duke qeshur me atë qeshjen e njohur dhe duke ndërruar temen me mjeshtërinë e dikujt që ka kalluar dekada para mikrofonit dhe e di saktësisht çfarë duhet thënë dhe çfarë duhet lënë në heshtje. Ishte kjo heshtja e selektuar, ajo e fshehje së qëllimshme që do ta ndiqte gjatë gjithë karrierës dhe që do ta bënte edhe historinë e vitit 997 kaq të vështirë për t'u zbuluar. Por para se të mbërrim tek viti i mallkuar, duhet të kuptojmë se kush ishte Margarita Xhepa vërtet. Jo figura që shihej në dritën e reflektorëve, por gruaja e vërtet që qëndronte prapa asaj figure, me duart e saj të ftohta dhe zemrën e saj të ngjehtë. Zëri i Margarita Xhepës nuk ishte thjesht një zë, ishte një fenomen. Ishte diçka që nuk mund të shpjegohej me terminologji muzikore. Diçka që arrinte thellësi emocionale, për të cilat muzikologët shpenzuan vite duke kërkuar fjalët e duhura. Kur ajo këndonte, nuk ishte vetëm melodia që kaplonte sallën. Ishte ndjesia se dikush po të leçonte mendjet, po të nxirrte nga brenda gjithë ato gjëra të papërkthyer, ato dhimbje pa emër dhe ato gëzime pa formë. Të moshuarit e asaj epoke e përshkruajnë me sy të lagur. Kur dëgjoja Margaritën, ndjesha sikur ajo po këndonte vetëm për mua. Nuk ishte rastësi, ishte talenti, por ishte edhe shumë punë e fshehur pas fasadës së lehtësisë. Karriera e saj nisi që në vitet e 50, në kohën kur Shqipëria komuniste kishte vendosur me kujdes cilat tinguj lejohen dhe cilat jo, kur çdo tekst këngësh kalonte nëpër filtrat e censurës, kur artistët duhej të bridhnin mes dy botëve, botës së artit të vërtet dhe botës së propagandës shtetërore, me një ekuilibër akrobatik që jo të gjithë arrinin ta mbanin. Margarita megjithatë gjeti rrugën e saj. Ajo këndoi dashuri kur lejohej, këndoi ade kur kërkohej, por arriti gjithmonë të fuzë diçka njerëzore, diçka reale, diçka që dilte jashtë çdo kuadri ideologjik dhe arrinte direkt tek zemrat e njerëzve. Kjo ishte aftësia e saj e jashtëzakonshme, dhe kjo ishte edhe rreziku i saj i heshtur. Sepse në regjimin komunist, artistët që kapnin zemrat e njerëzve ishin të dyfisht të çmuar për propagandën shtetërore,
por edhe të rrezikshëm për të njëjtën propagandë. Ngjeri që ndikon mbi emocionet e masave është instrumenti fuqishëm, dhe instrumentet e fuqishme nuk lihen kurrë krejtësisht të lirë. Rreth Margaritës, si rreth çdo artisti të madh të asaj kohe, u krijua gradualisht një rreth kontrolli. Njerëz që menaxhonin, njerëz që ndërmjetësonin, njerëz që vendosnin çfarë këndohej dhe ku. Dhe në atë rreth, siç do të shohim, nuk ishin gjithmonë njerëz me interesa të pastra. Por ajo vazhdonte të këndonte, dhe njerëzit vazhdonin ta donin. Triumfet e mëdhenj erdhën njëri pas tjetrit, festivale të fituar, trofete akumuluar, titulli i padyshim t'i zonjës së madhe të muzikës shqiptare, dhe me triumfet erdhën edhe atributet e suksesit. Apartamenti i mirë, veshjet elegante, emri i shqiptuar me respekt kudo ku shkonte. Por ata që e njihnin nga afër, dhe jo shumë e njihnin vërtet nga afër, tregonin gjithmonë të njëjtën gjë. Margarita nuk ishte kurrë e rehatshme me briljantin që kishte dhuruar jeta. Ajo kishte një shqetësim kronik, një ndjeshmëri të tepruar ndaj dhimbjes së njerëzve të zakonshëm, një dhunë timprese, ose ndoshta një mallkim, për të parë dhe ndier gjërat që të tjerët kallonin pa e vënë re. Dhe kjo ndjeshmëri do ta çonte drejt vendimit të madh të vitit 997, vendimit që mbajti sekret për gjithë jetën e mbetur dhe që sot na bën të pyesim me mall dhe me dhimbje. Sa të tjerë si ajo ka pasur, njerëz të cilët dan gjithçka pa kërkuar asgjë dhe kurrë nuk u ditën. Dikush nda lagja, ta çojmë thjesht gëzimin, siç e njohin fqinjet, e njihte lagjen e Margaritës si shuplakën e dorës së tij. Ishte 25 vjet që punonte atje dhe ka parë ndërimin e gjeneratave, rënien e mureve të vjetra dhe ngritjen e ndërtesave të reja. Por gjithmonë ka mbetur ai tip njeriu që rri ullur para derës në mbrëmje dhe vëren. Për gati 30 vjet, gëzimi mbajti gojën mbyllur, jo nga indiferenca, nga respekti. Sepse Margarita e kishte thënë personalisht, kjo mbetet midis nesh. Por kur gazetari i njohur Alban Ceri e kontaktoi herën e fundit pas vitit 2020, gëzimi vendosi se 30 vjet heshtjeje ishin mjaft. Nuk isha asnjë arsye ta fshija, thot gëzimi, me zërin e rënduar nga emocioni. Por ajo kishte arsyet e veta, dhe unë i respektoja. Çfarë kishte parë gëzimi? Çfarë kishte dëgjuar? Çfarë kishte mbajtur brenda për kaq vite? Ajo që tregon ai dhe që sot dëgjohet gjithnjë më shpesh nëpër kafene dhe shkallë pallatesh, fillon me natën e dhjetorit të vitit 996, muaj para shpërtimit të plot të kaosit, kur ai pa dritën e ndezur në apartamentin e Margaritës deri në orët e hershme të mëngjesit. Kjo nuk ishte e pazakontë, sepse Margarita punonte shpesh natën, por çfarë e bëri të ngullte syt ishte diçka tjetër. Radhët e njerëzve që vinin dhe shkonin, me faqet e shkret nga lotët, me duart e zbrazëta dhe shkonin me diçka të mbuluar nën pallto. Kush ishin ata njerëz? Çfarë u jepte Margarita? Dhe pse e fshihte me kaq kujdes? Por kjo ishte vetëm fillimi, sepse gëzimi nuk ishte i vetmi dëshmitar, dhe historia që do të dilte nga goja e atyre dëshmitarve kishte të bënte jo vetëm me fisnikrinë e Margaritës, por edhe me një tradhti të fshehur, me një dorë të zgjatur nga dikush shumë afër, dikush i cili kishte parë fisnikrinë e saj si dobësi dhe e kishte shfrytzuar me egërsinë e ftohtë të dikujt që nuk di çfarë është turpi. Por kush? Kush mund të kishte zemrën e mjaftueshme të shfrytëzonte njerëzinë e Margarita Xhepës në kohën kur e gjithë vendi po digjej? Ndoshta asnjë gjë nuk e karakterizon Margarita Xhepën më mirë se kontrasti i madh midis botës nga e cila erdhi dhe botës ku arriti. Ajo lindi, sipas kujtimeve dhe rrëfimeve të ndryshme, në një familje të thjeshtë, me Vllorën si qytet që e shënonte fëmijërinë dhe varfërinë e hershme, në kohë kur e thjesht nënkuptonte me të vërtet pak ushqim, pak rehat, pak mundësi. Qyteti i Vlorës kishte madhështinë e tij historike. Aty ishte shpallur pavarësia, aty kishte rrahur zemra e parë e Shqipërisë si shtet. Por madhështia historike nuk ushqen fëmijë, dhe Margarita e vogël e kishte mësuar shumë herët se çfarë do të thotë mungesa. Kishte mësuar se çfarë do të thotë të shohësh nënën duke llogarisur para me hundën afër tabelave të copëzuara, duke menduar se cila nevojë mund të priste edhe pak. Kishte mësuar cilën dom ishte më ngrohtë dimrit dhe si të veshësh pallton edhe brenda shtëpisë kur druri nuk mjaftonte. Kjo kujtesë e fëmijërisë, kjo memorie fizike e varfërisë, e cila nuk zhduket kurrë, por bëhet pjesë e trupit dhe mendjes si një plagë e vjetër e shëruar, ishte ajo që e bënte Margaritën ndryshe nga shumë artistë të tjerë të suksesshëm. Suksesi nuk e kishte shlyer atë memorie. Ndryshe nga shumë të tjerë që kishin ardhur nga poshtë dhe kishin harruar, ose kishin pretenduar se harronin, Margarita mbante brenda saj gjithmonë atë fëmijë të vogël që dinte çfarë ishte uria, jo si metaforë, por si ndjesi konkrete fizike. Kjo e bënte atë të pakomod, ndonjëherë, në mjediset e larta shoqërore ku karriera e çonte. Kolegët e tregonin, në bankete zyrtare, në pritje diplomatike,
Margarita shpesh heshte kur të tjerët bënin muhabet për gjëra të parëndësishme, duke parë me sy gjysmët e ngritur njerëzit e shërbimit, kameristët, kuzhinierët, me një kureshtje dhe respekt që mgopte befasinë e shumë prej mysafirëve të rëndësishëm. Ajo nuk kishte atë arogancën e artistit të madh, tregon Liri Qela, kolege e saj e dekadave, në një intervistë të dhënë para disa vitesh. Ajo kishte diçka tjetër, kishte nderin e dikujt që e di se nga ka ardhur dhe nuk gënjen veten për këtë. Por edhe ndërmjet kësaj humane dhe fisnike, në sipërfaqen e qetë të imazhit të saj publik, gjërat nuk ishin gjithmonë të drejta dhe të qarta. Sepse karriera e gjatë, kontratat e shumta, sistemi i komplikuar i muzikës shtetërore dhe pastaj tranzicionit kaotik, të gjitha këto kishin krijuar një rrjet marrëdhëniesh ku jo gjithmonë ishte qartë kush mbante kë, kush i shërbente kujt dhe kush polluante lojra më të errta pas skenës. Dhe në zemër të atij rrjeti, sipas burimeve tona, qëndronte një dokument, një marrëveshje nënshkruar vite para, nën trysninë e rrethanave, e cila kishte kufizuar lirinë e Margaritës në mënyra që publiku nuk i dinte dhe nuk kishte si t'i dinte. Ky dokument, ky kontratë e heshtur, siç e quajnë ata pak njerëz që dinë për ekzistencën e tij, ishte ende aktiv në vitin 997. Dhe personi që mbante kopjen e tij, personi që kishte fuqinë të aktivizonte ose ta injoronte sipas interesit të tij, ishte vendosur saktësisht pranë Margaritës, si hija e saj, i dukshëm, i pranishëm, gjithmonë aty, ndërkohë që asnjë nga admiratorët e saj të shumt nuk e dinte çfarë fshihej pas asaj prezence të qëndrueshme. Por çfarë thoshte saktësisht ai dokument? Çfarë kishte nënshkruar Margarita dhe nën çfarë presioni që i kishte kufizuar lëvizjet, zërin dhe të drejtën për të vendosur vetë? Dhe si lidhet ai dokument me historinë e fshehtë të vitit 997? Kur filloi viti 997, Tirana kishte tashmë erën e tymit. Nuk ishte ende shpërtimi i plot, ai erdhi në shkurt dhe mars, por njerëzit me shqisat e mprehta e ndjenin se diçka po lëkunte nën sipërfaqe, si tërmeti para goditjes kryesore, kur toka dridet lehtë dhe kafshët bëhen të çuditshme dhe fëmijët nuk flejnë dot mirë natën. Lajmet nga jugu, nga Vllora, nga Tepelena, ishin gjithnjë më të frikshme. Njerëzit flisnin nëpër korridor me zë të ulët. Radiot luanin muzikë normale, por muzika tingëllonte gjithnjë më shumë si gënjeshtër, si sfondi i gabuar për gjendjen reale të vendit. Margarita Xhepa jetonte në atë kohë në një pallat të thjeshtë në lagjen e Selvis, Tiranë. Lagja e saj ishte e tipit të mesëm, as pallatet e larta të nomenklaturës, as lagja e varfër periferike. Një mjedis i ndërmjetëm ku jetonin mësues, inxhinier, në punës të thjeshtë, pensionist, familje me 2 ose 3 fëmijë që kishin investuar kursimet e tyre të tëra në skemat piramidale me shpresën e madhe dhe tani ishin duke kuptuar ngadalë dhe me dhimbje se ato kursime kishin shkuar. Ose kishin humbur. Ose kishte dikush mbi ta që i kishte marrë pa e pyetur. Dhimbja e asaj lagje nuk ishte drame me njërshme. Ishte ajo dhimbje ullët dhe kronike, ajo humbje e qete dëshpërueshme e njerëzve që nuk din kujt i ankuhen dhe nuk kanë forcë ta bëjnë edhe sikur ta dinin. Ishte gruaja e katit të dytë që kishte mbyllur dyert dhe nuk dilte më, sepse kishte turp t'i shoh fytyrën këqinjit, i cili e kishte këshilluar të mos investonte, dhe ajo nuk kishte dëgjuar. Ishte buri i tretë e djathtas, i cili punonte si mësues dhe kishte 4 muaj pa marrë rrogë, dhe kur nuk e tregonte, por e lehtësoje lehtë në sytë e tij. Ishte pllaka e katit të fundit, e vetme, e cila kishte dhuruar para fëmijëve të saj kur ata kishin ikur në Itali, dhe tani nuk ishte para për barin e tensionit. Margarita i shihte të gjitha këto, i shihte, i ndjente, i dinte, sepse ajo ishte aty, në mes tyre, ndryshe nga kolegët e saj të famshëm, shumica e të cilëve jetonin dar, të izoluar, ndryshe. Dhe ajo nuk mund të rinte duar lidhur. Por çfarë mund të bënte një grua, qofte dhe zonja e madhe e muzikës shqiptare, ndaj një fatkeqësie me dimensione kaq të mëdha? Dhe si e bëri atë pa e treguar, pa e lajmëruar, pa kërkuar asnjë falënderim, aq sekretisht, aq disiplinueshëm, sa edhe ata vetë njerëz ndaj të cilëve tregoi bujari nuk e kuptuan plotësisht çfarë kishin marrë dhe nga kush. Dhe akoma, pse duhet të ishte sekrete? Pse nuk mund të tregoj? Kush kishte interes që kjo histori, historia e bukur dhe njerëzore, historia e fisnikërisë reale, të mbete e fshehur? Çfarë do të kishte prishur zbulimi i kësaj historie, dhe për kë? Sepse heshtja e 30 viteve për diçka kaq të mirë nuk është rastësi. Heshtja nuk është gjithmonë modesti. Ndonjëherë heshtja është frikë, dhe pyetja e vërtetë që duhet t'i bëjmë vetes është: kush e kishte trembur Margarita Xhepën aq shumë sa edhe bujaria e saj e pastër duhet të mbahej e mbyllur? Ekziston edhe një dosie e holl me kapak të kaltër të zbeur që ruhet sot në arkivin e një ish institucioni kulturor në qendër të Tiranës.
Dosie që nuk u fut kurrë në katalogun zyrtar, sepse dikush me dorën e qëndrueshme ve mendjen e ftohtë kishte vendosur që ajo të mos ekzistonte zyrtarisht. Sipas burimeve tona, brenda asaj dosieje ruheshin 2 faqe me shkrim makine, me data nga viti 996 dhe mbi krye një vulë zez institucionale, e cila sot nuk ka kuptim ligjor, por atëherë kishte fuqinë të hapte dhe të mbyllte dyer, të lejonte dhe të ndalonte, të krijonte karriera dhe t'i shemte. Në atë vulë, tregonin ata burime, ishte vendosur emri i Margarita Xhepës, jo si nderim, jo si njohje, por si objektiv, si emër i dikujt i cili duhej frenuar, kufizuar, i cili kishte folur pak shumë lirshëm, kishte krijuar pak shumë lidhje me njerëzit e thjesht, kishte rrezikuar të bëhej diçka më shumë se një zë, një simbol. Dhe simbolet, në gjuhën e sistemeve të çdo lloji, janë të rrezikshme. Sipas burimeve tona, njerëz që kanë punuar brenda strukturave kulturore të viteve 90 dhe preferojnë të mbeten anonim, ekzistonte gjatë gjithë periudhës së tranzicionit një listë e brendshme e artistëve problematik. Jo problematik sepse kishin bërë diçka keq, por problematik sepse kishin popularitet të pavarur, dashamirësi popullore që nuk varen nga askush, imazh publik që nuk kontrollohej lehtë. Artisti i tillë është kapur midis 2 dëshirave kontradiktore të çdo sistemi politik. Dëshira për ta shfrytzuar dhe dëshira për ta kontrolluar. Kur shfrytëzimi nuk mjafton, mbetet kontrolli, dhe kur kontrolli nuk arrihet, mbetet pengimi. Emri i Margarita Xhepës, sipas atij burimi, ishte shënuar me stilollaps të kuq, jo sepse kishte bërë ndonjë deklaratë politike, jo sepse kishte sfiduar askënd drejt për drejt, por sepse kishte refuzuar. Kishte refuzuar të këndojë në një ngjarje të caktuar, organizuar nga persona me interesa shumë konkrete, në një kohë kur ai refuzim kishte kuptimin e qartë të pavarësisë. Dhe pavarësia, siç e dim, nuk falet lehtë. Çfarë ndodhi pas atij refuzimi? Dyert e caktuara filluan të mbylleshin, ftesat pushuan të vinin, zërat nëpër korridore ndryshuan ton. Por Margarita nuk u kthye mbrapsht. Dhe kjo lidhje midis refuzimit dhe asaj që bëri, sekretisht gjatë vitit të mallkuar, ku ndërkohë që sistemi e kishte frenuar publikisht, ajo zgjodhi ta shprehte njerëzinë e saj në mënyrën e vetme që i kishte mbetur e lirë. Fsheu razi, në përsirtare korridor, nën frikë dhe nën presion, me zemrën e hapur dhe gojën mbyllur. A mendoni se ajo e dinte çfarë rrezikonte duke i ndihmuar fqinjet e saj, pikrisht kur ishte e shënuar? Apo ndoshta e dinte dhe zgjodhi të bënte pikrisht sepse e dinte? Doktori Çvanin. Doktor Petrit në lagje, jo emrin e tij të vërtet, por njerëzit i ngjitën atë nofk me dashuri të thjesht, si çdo person që bëhet i domosdoshëm pa kërkuar tituj, kishte punuar 40 vjet si mjek i lagjes. Kishte lindur fëmijët e 2 gjeneratave, kishte qëndruar pranë kur vdekjet erdhën, kishte qenë shtëpia e fundit ku trokisnin njerëzit kur nuk e dinin ku tjetër të shkonin. Dhe kur spitali i lagjes mbeti në muajin shkurt të vitit 997, pa ilaçe, pa garë sterile, pa aspirin të thjesht, doktor Petrit e ndjeu sikur i kishin prerë duart. Unë shikoja pacientët dhe nuk isha çfarë t'u jepja, ka treguar ai, shumë vjet më vonë, me zëtulet dhe me syt diku tjetër, siç shikojnë njerëzit kur kujtojnë gjëra që i kanë lodhur shpirtin dhe kur nuk kanë gjetur paqe me to. Ishte turp profesional dhe njerëzor njëkohësisht. Turp që ekzistoje dhe nuk mund të bëje punën tënde. Pastaj, një të mërkur pas dite, dhe ai e mban mend se ishte mërkur, sepse ditën e mërkur bënte vizita shtëpiake tek pensionistët e sëmur, dikush trokiti në derën e klinikës së tij të vogël. Ishte një grua e mesme, thjesht e veshur, me shall në kokë, që mbante një çantë të rëndë. Nuk e njohu menjëherë, dhe kur e njohu, poshtë. Sepse gruaja para tij nuk kishte imazhin e zonjës së madhe, nuk kishte elegancën e podiumit, nuk kishte paraqitjen e festivaleve. Kishte fytyrën lodhur, kishte syt vigjilent të dikujt që ka kaluar rrugë të gjata pa i dhënë shumë kujdes pamjes. Kishte mënyrën e të qëndruarit të dikujt që ka ardhur me qëllim konkret dhe nuk ka kohë të humbas. Çanta përmbante ilaçe, aspirin, antibiotik bazë, karikime bateriash për aparate të thjeshta mjekësore, bandazhe, dezinfektues. Nuk ishte shumë, por në kontekstin e asaj kohe, në kontekstin e atij spitali bosh, ishte dallimi midis ndihmës dhe braktisjes, dallimi midis dikush mendon për ne dhe jemi lënë vetëm. Ajo nuk tha emrin e saj, ka treguar doktor Petrit me atë qetësinë e dhimbshme të dikujt i cili ka pritur shumë vjet momentin e duhur të flas. Tha vetëm: "I kam bler me paratë mia. Mos pyet nga kanë ardhur, mos thuaj kush i solli. Përdori." Dhe u largua. Dhe u kthie edhe 2 herë të tjera gjatë atij viti, gjithmonë me çantën e mbuluar, gjithmonë fsheu razi, gjithmonë pa emër. Por ilaçet nuk ishin gjëja e vetme, sepse paralel me vizitat tek doktor Petrit, po ndodhte diçka tjetër.
Diçka që kishte të bënte me nevojën më të thjesht njerëzore, më primitive, gjithmonë e parë, ushqimin. Muajt e parë të vitit 997 kishin zbrazur dyqanet jo ngadalë si gjërat normale, por shpejt, me atë shpejtësinë e panikut kolektiv, kur njerëzit i zë frika dhe blejnë çdo gjë, stërmbushin çdo gjë dhe mandej nuk ka asgjë për askënd. Familjet e lagjes që kishin humbur kursimet nuk kishin para të blinin edhe kur dyqanet kishin diçka. Nënat llogarisnin ushqimin keq me grimc, pleht që jetonin vetëm hanin çdo ditë me pak, pa ankuar, pa treguar, sepse kishin mësuar kur mos të mbaje hall dikë me hallet e tua. Ve ata njerëz, ato familje të heshtura, ata pleq krenar, ata fëmijë që nuk dinim pse nëna nuk hëngri bashkë me ta, gjetën para dyerve her pas here, qese me ushqim bazë. Miell, vaj, makarona të thata, konserva, sheqer. Pa asnjë shënim, pa asnjë doftes kujt t'ia ktheje favorin. Kush i kishte lënë? Gëzimi, plaku me flokë të thinjur nga kati i dytë, i cili kishte jetuar në atë pallat prej 30 vjetësh dhe dinte çdo derë, çdo hap në shkallë, e dinte. Por kishte premtuar të heshte. Çfarë ju duhet mendja? Sa familje i ka ndihmuar Margarita gjatë atij viti të zjarrt? Dhe a ka ende njerëz sot që han bukë por nuk e din se dikush dikur i ka dhënë duar t'i mbaj? Por historia e Margarita Xhepës gjatë vitit 997 nuk ishte vetëm historia e bujarsisë. Ishte edhe historia një trupi të lodhur, të sforcuar, të vendosur të funksiononte përtej kufive të tij, dhe atyre që preferuan të mos e shihnin lodhjen, të mos e dëgjonin sinjalizimin, të mos e ndallonin kur ndoshta duhej të ndallonin. Nëse shikon fotografitë e Margaritës nga periudha e viteve 90, ato fotografi në ngjyrë gri bezh që kanë atë cilësinë e druajtur të epokës, me sfondet e zbehur dhe rrobat pak tepër formale, vëren diçka që në kohën e tyre ndoshta nuk e kishte kush arsye ta vënte re, por sot, me distancën e dekadave, bie në sy si shenjë qartë. Ajo dukej gjithnjë më e hollë. Jo hollësi e qëllimshme, hollësia asaj lloji që vjen kur trupi harxhohet për diçka që mendja nuk e njeh si kufi. Sipas burimeve tona, burime me njohje të drejtë për drejtë të situatës shëndetësore të Margaritës gjatë asaj periudhe, sipas disa rrëfimeve të paverifikueshme por të përsëritura me këmbëngulje, ajo vuante që nga fundi i viteve 80 nga një gjendje kronike kardiake, gjendje që nëse ekzistonte, kishte qenë mbajtur larg syve publik me kujdesin e dikujt që menaxhon imazhin e një aseti të çmueshëm. Diagnoza konkrete, nëse mund ta quajmë kështu, sipas atyre burimeve, nuk u përfshi kurrë në dokumentet zyrtare të performancave apo kontratave artistike, jo sepse nuk ekzistonte, por sepse ekzistenca e saj do të kishte krijuar komplikime. Komplikime kontraktuale, komplikime të sigurimeve, komplikime të kalendarit të punës, dhe mbi të gjitha do t'i kishte dhënë Margaritës vet, ligjërisht dhe praktikisht, të drejtën e refuzimit. Dhe refuzimi, si që kemi parë tashmë, nuk ishte mirëpritur nga ata që menaxhonin interesat rreth saj. Kjo gjendje, trupi lodhur, zemër e sforcuar, angadhim fizik e emocional i jashtëzakonshëm pikrisht në kohën kur vendi po shembej, e bënte historinë e vitit 997 edhe më të rëndë, edhe më të dhimbshme kur e di. Sepse Margarita nuk qëndroi dhe ndihmoi fëmijët e saj sepse kishte gjithçka, kishte forcën, kishte shëndetin, kishte energjinë e pakufishme. Qëndroi dhe ndihmoi sepse kishte vendosur që edhe nëse do t'i kushtonte, ishte e drejtë ta bënte. Edhe nëse trupi e ndallonte, zemra, edhe ajo e sëmura, edhe ajo e lodhur, edhe ajo e sforcuar, nuk e ndallonte. Kolegu i saj i vjetër, muzikant i shquar i atyre viteve, ka treguar shumë vjet më vonë. Kur e takoja në ato muaj dhe e takoja rrallë, sepse ajo ishte e zënë me gjëra që nuk i tregonte askujt, shikoja lodhjen. Jo lodhjen e zakonshme, lodhjen e thellë, atë të trupit që po shtyn mbi ato që i duron. Dhe i thosha: Margarita, ç'ke? A ngjehesh mirë? Dhe ajo buzëqeshte, atë buzëqeshjen e njohur, kontrolluese, perfekte, dhe thoshte: Mirë jam mirë, ka shumë punë. Por unë dija që puna që bënte nuk ishte ajo që unë mendoja. Ky fakt, kjo gjendje shëndetësore e fshehur, e menaxhuar, e shfrytzuar si instrument kontrolli, ndriçon edhe diçka tjetër. Heshtjen e Margaritës pas gjithçkaje. Jo vetëm heshtjen për bujarësitë e fshehura, por heshtjen e përgjithshme, disponimin e saj të matur, mënyrën se si kur nuk ankoi publikisht, kur nuk sfidonte hapurazi. A ishte ajo modesti? A ishte elegancë? Apo ishte edhe, të paktën pjesërisht, frika e dikujt që di se ka diçka të cenueshme tek vetja, diçka që mund të shfrytëzohet nëse guxon shumë? Dhe nëse kjo është e vërtet, nëse gjendja e shëndetit të Margaritës ishte njohur dhe mbajtur si kartë nga ata rreth saj, atëherë çfarë lloj njerëzish ishin ata? Dhe çfarë vlere kishte fisnikëria e tyre, miqësia e tyre,
prezenca e tyre e qëndrueshme pranë saj. Mendoni, a mund t'i besosh dikujt që të mban afër duke ditur dobësinë tënde, dhe kur nuk të pyet nëse ndihesh mirë? Ishte një pasdite e vonë janari, muaj e gjysmë para fillimit të shpërtimit të plot, por atmosfera tashmë kishte aromen e gjërave të paqëndrueshme, erën e tokës para stuhis, atë tension të padukshëm që bën njerëzit të flasin me zëmë të ulët pa e kuptuar pse. Kur trokiti në derën e apartamentit të Margaritës, dikush i paditur. Nuk ishte nga lagjë, nuk ishte ndër njerëzit e njohur të rrethit të saj. Gruaja që e hapi derën, vajza e vogël e fqinjit të katit të tretë, e cila atë ditë kishte ardhur të ndihmonte Margaritën me disa gjëra, ka treguar dekada më vonë se njeriu para derës kishte diçka të veçantë në mënyrën si qëndronte, jo kërcënuese, por e vendosur, me atë lloj qëndrimi të dikujt që ka ardhur me diçka konkrete dhe nuk ka ndërmend të shkojë pa e bërë. Ishte buri mesëm, me pallto të zezë, pa kravat, me çantë prej lëkure nën krah. Nuk dha emri, tha vetëm: "Kam çështje me zonjën, është çështje private, e pret." Vajza e vogël e fqinjit e quajmë Mira, sepse kështu e njohin sot ata pak njerëz që din historinë. Tregon se Margarita, kur dëgjoi se kush kishte ardhur, bëri diçka të pazakont. U ngrit ngadalë nga karrigja ku ishte ullur, e drejtoi rrobën, mori frym thellë, me atë lloj frymarrjeje të qëllimshme të dikujt që po përgatit veten, dhe tha: "Dil jashtë, Mira, shko te fqinjet, ktheu pas gjysmore." Mira doli, por nuk shkoi te fqinjet. Qëndroi në korridor pranë derës, sepse ishte e re dhe kurioze, dhe kishte diçka në tonin e Margaritës që kishte bërë të shqetësohet. Thot se gjysmore zgjati me heshtje të parë, pastaj me zëra të ulët, pastaj me zërin e Margaritës. Gjithnjë i kontrolluar, gjithnjë i qetë, por me atë forci poshtë qetësisë si hekuri poshtë ujit të ftohtë, duke thënë: "Jo, kjo nuk ndodh. Kam thënë jo dhe mbetet jo." Dhe zërin e tjetrit, të ulët, të lëmuar, me atë tonalitetin e dikujt i cili është mësuar ta marrë atë çfarë kërkon, duke ju përgjigjur me fjalë që Mira nuk i dëgjoi plot, por kuptoi tonin. Toni kujtimit, toni diçkaje të mbajtur mbi krye, ton i kujtesës frydzuese. Kur dera u hap pas 35 minutash, njeriu me pallto të zezë doli i pari. Kaloi pranë Mirës pa e parë, pa e njohur, pa asnjë fjalë. Mira shkoi brenda dhe gjeti Margaritën ullur në të njëjtën karrige, me duart shtrira mbi gjunjë, me syt duke parë diku nga dritarja, si dikush që ka kaluar nëpër diçka dhe po llogarit nëse ka mbetur i plot. Nuk tha asgjë, Mira nuk pyeti asgjë. Pas ca minutash, Margarita tha: "Eja, le të bëjnë çaj." Dhe kaq. Gjëja nuk u përmend kur më midis tyre. Por Mira thot se mbrëmjen atë, duke u kthyer në shtëpi, nuk mund ta hesh nga mendja tonin e atij zëri nga ana tjetër e derës. Toni dikujt që di diçka, toni dikujt që ka fuci sepse mban informacion, toni dikujt që ka ardhur jo të bashkëpunoj, por të kujtoj. Kush ishte ai njeri? Çfarë i kishte thënë Margaritës gjatë atyre 35 minutave? Ve çfarë nënkuptonte toni i saj? I fortë, i vendosur, por i lodur thellë. Kur tha jo atë pasdite të ftohtë janari, me gjithë presionin e botës mbi supe. Ve pyetja që nuk largohet: a kishte dikush fuqinë dhe guximin ti thot Margarita Xhepës se ç'bën dhe qo? Apo ajo jo e saj ishte edhe çmimi i fundit i lirisë që kishte, e fundit gjë e lirë e saj, e fundit e drejtë e paprekur? Ekzistonte në lagjin e Selvis një dhomë që shumë pak njerëz e kanë parë. Dhe ata pak që e kanë parë, preferojnë të mos flasin për të shumë hapur, me atë lloj ngurrimi të dikujt, i cili di se ka dëshmuar diçka private dhe e konsideron privilegj, jo lajm. Ishte dhoma e vogël e pasme e apartamentit të Margarita Xhepës, dhoma e dytë me të djathtë pas kuzhinës. Dhoma që nga jashtë dukej si depo ose si vend ku mbaheshin gjërat e vjetra. Por brenda, sipas atyre pak njerëzve që e kanë hyrë, ajo nuk ishte depo, ishte diçka tjetër. Diçka që Margarita nuk e kishte treguar kur publikisht. Diçka që as intervistuesit e shumt, as gazetarët e admiratorët e zjarrt nuk e kishin parë ndonjëherë. Ishin raftet deri në tavan, me ilaçe të renditura me kujdesin e dikujt, i cili e di saktësisht çfarë bën. Antibiotik të paketuar me etiketat greqishte dhe italishte, barna kardiake, barna kundër dhimbjeve, vitamina dhe suplemente për fëmijë, fasho sterile, termometra, masa dezinfektuese. Pranë rafteve, një karrige e vogël dhe një blok shënimesh me emra dhe data. Listë e shkruar me dorën e Margaritës, me shkrimin e saj të njohur, të ngushtë dhe të kujdesshëm. Ajo dhomë e vogël e pasme nuk ishte depo, ishte farmaci e fshehtë, farmaci personale, e financuar me paratë e saj, e drejtuar nga vetja, e dedikuar fqinjve dhe njerëzve të lagjes që nuk kishin ku të shkonin dhe nuk kishin çfarë të blinin.
E kur lind pyetja se prej nga I kishte ato ilaçe, si I kishte gjetur, si I kishte paguar, dhe sidomos pse duhej të ishim fshehur kaq me kujdes, atëherë historia merr dimensione krejt të tjera. Sepse ajo farmaci e vogël e fshet nuk ishte vetëm bujari, ishte edhe rrezik, dhe Margarita e dinte. Sipas Mirës, vajzës së fëmijët të katit të tretë, e cila ishte ndër të paktat njerëz që kishin hyrë në atë dhomë, renditja e ilaceve nuk ishte e rastësishme. Çdo shishe, çdo kuti kishte pozicionin e vet dhe logjikën e vet. Ilacet e fëmijëve sipër, barnat e urgjencës në fund, gjërat e nevojshme çdo ditë mbi tryezën e vogël pranë dritares. Ishte si farmacia e një mjeku të vjetër, thot Mira, por pa etiketa të mëdha, pa receta, pa çmime, vetëm gjërat dhe listën e emrave. Emrat e njerëzve të lagjes. Mira tregon se herën e parë kur pa atë dhomë dhe e pa rastësisht kur po merrte diçka nga kuzhina dhe dera e pasme ishte hapur pak, kishte ngelur e shtangur. Jo nga shoku I zbulimit, por nga ndjesia e papërkthyeshme e të parit, diçka shumë reale dhe shumë njerëzore prapa fasadës së zonjës së madhe. Margarita e kishte parë shikimin e saj dhe kishte thënë vetëm kaq: mos fol, jo tani, jo pastaj, vetëm mos fol. Dhe Mira kishte heshtur, për vite, për dekada. Derisa ndihej se jashtëja kishte bërë punën e saj dhe e vërteta kishte nevojë për ajër. Por çfarë e bënte atë dhomë të rrezikshme? Çfarë I bënte ilaçet e bardha në raftet e thjeshta të ishin kaq sekrete sa një arkiv shtetëror? Dhe kush saktësisht do të kishte pasur interes ta dinte se Margarita fshete aty gjëra që shpëtonin jetë dhe do ta kishte kthyer atë njerëzin në armë kundër saj. Për 6 muaj, nga janari deri në qershor I vitit 997, muajt e gjatë të kaosit, muajt kur njerëzit numëronin bukën me thërime dhe fqinjët nuk I hapnin dyert njëri tjetrit sepse frika kishte hyrë edhe midis njerëzve të afërt, Margarita Xhepa mbajti atë listë të fshehur me emra. Ato emra nuk ishin shnuar rastësisht. Çdo emër kishte pranë vetes disa fjalë të shkurtra. 2 fëmijë pa rrogë prej 4 muajsh, ose zemra ka nevojë çdo ditë, ose vetëm pa familje nuk thot gjë, ose pensioniste ban dritëra në ujë. Listën e kishte ndërtuar ngadalë, me durim, me vëmendje të atij lloji që ka njerëzit me ndjeshmëri të tepruar ndaj botës rreth tyre. Vëmendja e dikujt I cili shikon me sytë e plot, jo vetëm me sipërfaqen. Dhe çdo herë që jepte diçka, qoftë ilaç, qoftë ushqim, qoftë para të fshehura, e shënonte pranë emrit. Jo për të mbajtur llogari, jo për të kërkuar kthim favori, por për të siguruar se askush nuk harrohej, se askush nuk mbetej jashtë listës pa arsye. Ky detaj, ky kujdes I çmendur dhe sistematik, ky rregull I aplikuar ndaj bujarsisë siç aplikon mjeku rregullin ndaj mjekimit, tregon diçka thelbësore rreth Margaritës. Ajo nuk ndihmonte nga impulsi emocional, nga sentimentalizmi I momentit, nga ndjesia e mirë e dikujt që jep diçka duke pritur të ndjejë mirësi. Ajo ndihmonte si dikush që e ka kuptuar se vënia e rastësishme, pa sistem, pa vijimsi, mbart rrezikun e braktisjes. Mund t'i ndihmosh dikujt një herë dhe pastaj ta harrosh. Dhe harrimi I parë ka më shumë dëm se mosdhima e vazhdueshme. Ajo e dinte se njerëzit nuk kanë nevojë për gjeste të mëdha të rralla, kanë nevojë për praninë e qëndrueshme, për sigurinë se dikush I ka ndjekur me syt dhe nuk do t'i lerë. Kjo logjikë e fshehur, logjika e listës, e sistemit, e vijimsisë, tregon gjithashtu se plani I Margaritës nuk ishte I momentit. Nuk ishte ardhur si reagim ndaj emergjencës, kishte qenë menduar përpara, ishte organizuar para shpërtimit, kishte marrë formën e saj të plot, pikrisht sepse ajo e kishte parë kalamitetin duke ardhur, kur të tjerët ende besonin se gjërat do t'rregulloheshin. Por ajo listë, ata emra të shkruar me dorën e saj, kishte edhe një dimension tjetër, shumë më të errët dhe shumë më të dhimbshëm. Sepse lista ekzistonte, lista mund të lecohej. Lista provonte se Margarita kishte pasur resurse, kishte qarkulluar mallra, kishte bërë transferta të heshtura gjatë një periudhe kaotike, kur çdo lëvizje e jashtëzakonshme financiare tërhiqte vëmendjen e atyre që donin ta tërhiqnin. Dhe personi I cili dinte për ekzistencën e asaj liste, personi I cili kishte qenë aq pranë Margaritës sa kishte parë dhe kuptuar pa qenë ftuar, e kishte kthyer atë njohje në lev. Nuk ishte nga lagja ai person, nuk ishte njëri nga njerëzit e thjeshtë të korridoreve dhe shkallëve. Ishte dikush me pozicion, me akses, me atë lloj prezence legjitime pranë Margaritës që e bënte praninë e tij të dukej normale. E bënte syt dhe veshët e tij pranë saj të dukeshin si gjest dashamirës, jo si survejim. Emrin e tij, të cilin burimet tona e njohin por preferojnë ta mbajnë jashtë regjistrimit për arsye procedurale, do ta quajmë thjesht Ariani. Sepse çdo histori e tillë ka një Arian, dik që është afër, dik që di shumë,
dikë që e shfrytëzon njohurinë si kapitale të fshehur. Por çfarë bëri Ariani me atë listë? Dhe si e shfrytëzoi atë njohuri pikrisht kur Margarita ishte më e cenueshme? Janë disa sekrete të cilat nuk dalin kurrë, nëse nuk ka dikë të gatshëm t'i marrë mbi vete peshën e fjalës, dikë që di se duke folur humbet diçka, ndoshta paqen, ndoshta qetësinë, ndoshta atë ndjenjen e rehatshme të heshtjes së mbajtur gjatë. Por ka edhe njerëz që arrin në një pikë ku heshtja peshon më shumë se fjala, dhe atëherë flasin. Luan Goi ishte njëri prej tyre. Kishte punuar si administrator i pallatit ku jetonte Margarita Xhepa gjatë viteve 990, punë modeste, punë e padukshme, punë e atij lloji i cili të vë pranë jetëve të njerëzve pa të dhënë të drejtën zyrtare të flasësh rreth tyre. Por Luani kishte vëzhguar. Dhe tani, pas gati 30 vitesh, vendosi t'i tregonte Alban Cerit, gazetarit që kishte hapur dosjen e Margaritës, gjithçka çfarë dinte. Nuk e kisha të drejtën ta tregoja kur ajo ishte gjallë, tha Luani, duke vendosur mbi tavolinë një zarf të verdhë, të njëjtit lloj me zarfin e përshkruar në fillim. Por ky ishte tjetri, kopja tjetër, jo e listave të ilaceve, por e diçka e tjetër. Ajo ma kishte thënë personalisht, por ajo s'është gjallë, dhe historia nuk duhet të vdes bashkë me ata që e kanë bërë. Brenda zarfit, Luani kishte mbajtur gjatë gjithë atyre viteve 2 dokumente. Një flet të vogël me datë shkurt të vitit 997, të shkruar me dorën e Margaritës, listë shkurtër me emra dhe shumë aparash, jo shumë të mëdha secila, por të shtuara bashkëbënin diçka të konsiderueshme. Dhe një letër tjetër, pa datë, pa nënshkrim, me gjuhë të ftohtë dhe të qëndrueshme si akti juridik, ku tuhet me pak fjalë e shumë mesazh. Nëse aktivitetet e Margaritës do të vazhdonin pa koordinim me palët e interesuara, do të kishte pasoja kontraktuale dhe jo vetëm. Letra pa nënshkrim, letra pa datë, letra e dikujt i cili di se nuk ka nevojë të nënshkruaj, sepse personi i cili e merr e di mirë se nga vjen. Luani tregon se e gjeti atë letër të rënë poshtë derës së Margaritës një mëngjes, dhe e mori jo nga kureshtje, por sepse dera e saj kishte mbetur e hapur pak dhe ai u shqetësua. Kur Margarita pa se Luani mbante zarfin, nuk u zemrua, nuk ju largua. Ull pranë tij, mori zarfin, e hapi me duart e qeta, e lexoi me shpejtësinë e dikujt i cili nuk ka nevojë ta lexojë sepse e di çfarë thuhet, dhe pastaj i tha: "Moje, rruje. Nëse ndonjëherë diçka ndodh me mua, dill me të." Luani e ruajti, 30 vjet, dhe tani, para kamerës, e nxirrte nga zarfi i verdh dhe tregonte diçka që ndryshonte krejtësisht kontekstin e gjithçkaje. Ariani, personi i cili qëndronte pranë Margaritës me pretekstin e menaxhimit dhe mbrojtjes, nuk ishte njeri i rastit. Sipas dëshmisë së Luan Gozhit, dukej se ishte njeri i vendosur aty me qëllim, nga një grup i vogël por i organizuar njerëzish që siç pretendohet, kishin interesa konkrete ekonomike lidhur me performancat dhe kontratat e Margaritës. Dhe ata kishin kuptuar para vitit 997 se bujaria publike e Margaritës, nëse do të zbulohej, do t'i kishte dhënë asaj një autoritet moral të pavarur, lidhje direkte me njerëzit e thjesht, imazh të pamanipulueshëm. Dhe kjo do t'u kishte hequr atyre leven e fundit mbi të. Kjo ishte arsyeja e fshehjes, jo modestia, jo diskrecioni. Frika e organizuar, frika e mbajtur gjallë me letra pa nënshkrim dhe vizita me pallto të zeza. A i ka takuar ndonjëherë dikush Margaritën dhe i ka thënë: "E di çfarë ke bërë, e di çfarë ke mbajtur mbi supe." Apo ajo vdiq pa e dëgjuar kurrë ndonjë fjalë falënderimi nga ata që dinin të vërtetën. Por historia nuk mbaron me letrën, sepse letrat e tilla, ato letra të fshehta, ato mesazhe me ton juridik të ftohtë dhe presion të heshtur, nuk ekzistojnë në vakum. Ekzistojnë sepse ka njerëz pas tyre, njerëz me emra dhe funksione dhe interesa konkrete, njerëz të lidhur me njëri tjetrin jo nga miqësia, por nga marrëveshje e heshtur e fitimit të përbashkët. Rreth Margarita Xhepës, siç del tani nga dëshmia e Luan Gozhit dhe nga burimet të tjera që kemi arritur të kontaktojmë gjatë muajve të fundit të hullumtimit, ekzistonte një rreth i tillë, jo rreth i madh, jo klan i organizuar me hierarki të shtjelluara, por 5 ose 6 njerëz të lidhur mes tyre me interesa të ndërtuara, të cilët kishin kuptuar shumë vite përpara se Margarita ishte çelës, çelës i audiencës, çelës i besimit popullor, çelës i një sistemi vlerash që audienca i kishte investuar tek figura e saj. Këta njerëz nuk e donin Margaritën, nuk e urrenin as, ata e shihnin si instrument, si mikrofon i gjallë, si kanal komunikimi me njerëzit e thjeshtë, si mjet i madh me vlerë të lartë tregtare dhe politike.
Dhe instrumentet nuk pyeten, nuk lihen të veprojnë vetë, nuk nxiten të bëjnë miq të drejt për drejt me audiencën pa ndërmjetësinë e pronarëve. Midis tyre, sipas burimeve tona, ishte dikush nga administrata kulturore e viteve 90. Njeri i cili kishte mbijetuar tranzicionin, duke ndërruar flamur pa ndërruar metodë, duke kaluar nga sistemi i vjetër në sistemin e ri, me të njëjtin stil i cili kishte funksionuar gjithmonë. Kontrollo informacionin, kontrollo mundësinë, kontrollo qelsin. Ishte edhe dikush në sektori i medjave, aktori i ri i atyre viteve kaotike, kur mediat shqiptare po ndërtoheshin nga zeroja dhe kishte vend për të gjithë ata që dinin si të gjenin hapësirat e pambushura me gjëra serioze. Ve ishte Ve Arjani, i cili sipas Luan Goshit nuk ishte thjesht menaxher, por ishte syt dhe veshët e rrethit brenda shtëpisë, person me akses të drejt për drejt tek Margarita dhe obligjim të pashkruar për të raportuar çdo lëvizje të saj jashtë parametrave të dakordsuar. Ky rreth njerëzish e dinte për dhomën e fshehur, e dinte për listën e emrave, e dinte për farmacinë e fshehtë, veçeset e ushqimit dhe vizitat tek doktor Petrit. Ve kishin lënë të vazhdonte, jo nga mëshira, jo nga respekti, por sepse ndalimi i hapur do të kishte krijuar fërkim të padëshiruar, do të kishte rrezikuar zbulimin e marrëdhënies, do ta kishte bërë Margaritën të pyeste pyetje me zë të lartë. Ishin shumë të zgjuar për ndalim të drejt për drejt, kishin zgjedhur diçka shumë më efektive. Ta linin të vazhdonte, por ta mbanin gjithmonë mbi krye kartën e zbulimit të mundshëm. Bëje çfarë të duash, mesazhi i fshehur i atij rreti ishte, por ne dim, dhe ti di se ne dim, dhe kjo do të thotë se kur nuk je e lirë vërtet. Kjo është ndoshta forma më e rafinuar e kontrollit, jo zinshiri i dukshëm, por vetëdia e vazhdueshme e zinshirit të padukshëm. Margarita mund të dilte natën me çantën e saj dhe të mbushte duart e boshatisura të fqinjve, por e dinte se dikush dinte, dhe ajo dije e tyre ishte muret e burgut të saj real. Por ka edhe diçka tjetër, diçka që burimet tona e kanë konfirmuar me kujdes dhe që ndryshon dimensionin e gjithë kësaj. Brenda atij rrethi të vogël, kishte dikush i cili kishte filluar të dyshojë se kontrolli nuk po funksiononte si duhet, se Margarita po fitonte besim dhe lidhje emocionale me njerëzit e lagjes pa ndërmjetësinë e tyre, se rrjeti i fshehur i ndihmës po i jepte asaj diçka shumë të rrezikshme për interesat e rrjetit, pavarësi të vërtet emocionale. Dhe ky person, sipas burimeve, personi me pozicion më të lartë brenda rrjetit, kishte vendosur të ndërhyjë me mënyrë shumë direkte dhe shumë personale. Çfarë ndodhi kur ai vendosi të kallonte nga letra pa nënshkrim tek ballafaqimi i drejt për drejt? Çfarë i tha Margaritës dhe çfarë ju përgjigj ajo në atë takim të fshehtë që asnjëherë nuk ka hyrë në asnjë dokumentar, asnjë libër, asnjë program televiziv? Kishte, midis atyre pak njerëzve të cilët e njihnin Margarita Xhepën jo si figurë publike, por si grua konkrete me historinë e saj të plotë dhe të dhimbshme, një emër që shqiptohej me kujdes të veçantë, jo me urrejtje, jo me admirim, por me atë lloj kujdesi i cili tregon se fjalla peshon dhe mund të dëmtojë. E canin thjesht Donika, dhe ata pak njerëz që din historinë e plotë të vitit 997, kur dëgjojnë atë emër, ndryshojnë shprehjen e fytyrës me një mënyrë që tregon gjithçka pa thënë asgjë. Donika kishte hyrë në jetën e Margaritës vite përpara, jo si armike, por si shoqe e besueshme, si njëra prej atyre personazheve që gjithmonë dini se janë aty kur keni nevojë, gjithmonë me fjalë të duhura dhe disponim të duhur, gjithmonë me atë lloj prezence të qetë dhe të qëndrueshme që bën të ndjesh se ke mbështetje. Ishin takuar nëpërmjet rrethit kulturor, kishin ndërtuar njëje të ngadaltë dhe të qëndrueshme. Kishin arritur me kohë atë lloj afërsie ku fjalët nuk peshohen çdo herë para se të thuhen. Ky lloj besimi, besimi i ngadaltë, besimi i ndërtuar me vite pa ngutje, është saktësisht ai lloj që kur tradhtohet, lë pllagë të cilat nuk shërohen lehtë. Sepse kush të tradhton pas një takimi të parë, ti mërzitesh dhe harrohesh. Por kush të tradhton pas 10 viteve, pas heqjeve të ndara, pas sekreteve të dëgjuara me vëmendje dhe bisedave të vona gjatë natës, ai ose ajo të tradhton ndryshe, me precicion, me një urinë saktë se ku të godas për të lënduar maksimalisht. Dhe Donika e dinte saktësisht ku të godiste. Sipas dëshmish së Luan Goshit, i cili si administrator i palatit kishte parë dhe dëgjuar gjëra që askujt tjetër nuk i kishte dhënë të drejtën zyrtare të ndante, Donika kishte qenë prezente në palat gjatë pothuajse gjithë periudhës kritike të vitit 997. Jo çdo ditë, jo në mënyrë të dukshme, por me frekuencë të rregullt, me vizita të paraqitura gjithmonë si kujdes miqësor, si kontroll shoqëror i natyrshëm. Dhe çdo herë që dilte nga apartamenti i Margaritës, Luani vërente diçka. Donika nuk dukej si dikush që kishte ardhur të jepte.
dukej si dikush që kishte ardhur të merrte informacion, njohuri, orientim mbi gjendjen e Margaritës. Lidhjen e Donikës me rrethin e 5-6 njerëzve, me atë grupin e interesave që kishte vendosur letrat pa nënshkrim, ve dërguar vizitorin me pallto të zezë, Luani e zbuloi vetëm shumë vjet më vonë, nga rastësia e atij lloji që ndodh kur jeta bashkon copat e pazëllit pa qenë ftuar. E zbuloi kur pa me sytë e tij Donikën duke dalë në ndërtesa e njërit prej personave kryesor të rrethit, ndërtesë e cila nuk kishte asnjë lidhje të dukshme me arsyen pse dikush do të hynte atje, sidomos pas vitit 997, sidomos kur Margarita kishte vdekur dhe interesat e rrethit ishin ende aktive. Por kulmi i tradhtisë, momenti kur veprimet e Donikës kalluan nga survejimi i fshehur tek dëmi drejt për drejt, erdhi jo gjatë vitit të kaosit, por pas tij, kur Margarita u mundua të rifillonte, të kthehej, të rimkëmte jo vetëm karrierën, por diçka më thelbësore, narrativen e saj, të drejtën për të treguar historinë e saj me fjalët e saj. Kjo tentativë, kjo dëshirë e lodhur por e qëndrueshme e dikujt, i cili di se ka diçka të vërtetë për të thënë dhe kërkon vetëm hapësirën minimale për ta thënë, ishte pikërisht ajo gjë ndaj të cilës Donika veproi me atë precizionin e njohjes së plot. Jo me bujë, jo me dramë të madhe, por me mënyrën e qetë, të lmuar, të ftohtë të dikujt, i cili e di se goditja e vërtet nuk bën zhurmë. Çfarë bëri Donika konkretisht? Dhe si e pengoi Margaritën të rikthehej në atë mënyrën që ajo kishte ndërruar? Dhe a ka ndërgjegje? A ka ndier ndonjëherë peshën e asaj që bëri, apo ajo llogaritje e ftohtë e interesit mbetet e pandreshme dhe e papendueshme? Në 998 erdhi si mëngjes pas tuhiz, jo i qetë por ndryshe. Armët kishin pushuar pjesërisht, rrugët po hapeshin me kujdes, njerëzit po dilnin nga shtëpit me atë mënyrën e daljes së dikujt i cili nuk beson plotësisht se rreziku ka kalluar, por ka arritur kufirin e mbylljes, momentin kur rri brenda bëhet po aq i papërballueshëm sa rreziku jashtë. Lagja e Selvis por i këmbej ngadalë, me atë ngadalësinë tipike të vendeve që janë dëmtuar jo nga ngjarja e madhe e dukshme, por nga grumbullimi i dëmeve të vogla të fshehura. Dhe Margarita Dhepa po mundoi të bënte diçka të madhe. Diçka që për dikë me historinë e saj dhe me rrethanat e saj, kërkonte guxim të jashtëzakonshëm. Po mundoi të kthehej. Jo kthim solemn, jo rikthim triumfues me orkestër dhe tifoz, kthim i thjesht, kthim i vërtet. Dëshira për të kënduar sërish, për të paraqitur para njerëzve, për të thënë, unë jam ende këtu, kam mbijetuar, zëri im nuk ka vdekur. Kishte marrë kontakte me disa organizatore eventesh kulturore, kishte shprehur disponimin e saj, kishte treguar se ishte gati fizikisht dhe emocionalisht për të rifilluar. Dhe kishte diçka në mënyrën si fliste për këtë kthim, sipas njerëzve që e kishin dëgjuar, diçka që nuk kishte qenë aty në vitet e fundit para kaosit, lehtësi. Si dikush i cili ka kalluar në për diçka të rëndë dhe ka dalë tjetër, jo i dëmtuar, por i riorientuar, i çliruar nga disa gjëra të vogla e të parëndësishme që i kishte mbajtur mbi supe pa e kuptuar, viti 997 kishte bërë diçka për Margaritën që asnjë sukses dhe asnjë festival nuk e kishte bërë. I kishte hequr nga shpina peshën e shtirur të imazhit publik dhe i kishte lënë vetëm atë çfarë ishte reale. Kishte dhënë, kishte qëndruar, kishte mbrojtur njerëzit e saj të vegjël, pa kamera, pa duar trokitje, pa asnjë lloj kthimi investimi. Dhe kjo e kishte bërë të ndihej, ndoshta për herë të parë prej shumë vitesh, e plot. Nuk e kishte nevojë të provonte asgjë, kishte vepruar, kishte qenë njeriu që kishte dashur të ishte. Por rrethi i njerëzve të interesave, me Donikën si urë lidhse mes tij dhe Margaritës, nuk kishte fjetur. Dhe kthimi i Margaritës, çlirimi i saj i ri emocional, pastërtia e re e qëndrimit të saj, ishte saktësisht ajo gjë që i alarmonte. Sepse artisti i çliruar, artisti me autoritet moral të vërtet, artisti që ka kalluar nëpërmjet zjarrit dhe ka dalë me shpinën drejt, nuk kontrollohet si artisti i varur nga imazhi dhe nga aprovimi. Dhe kontroll ishte ajo gjë që ata kishin ndërtuar vite me radhë. Kështu kur Margarita shprehu disponimin e saj për kthim, dhe kur ato fjalë i arritën rrethit nëpërmjet Donikës, me shpejtësinë dhe saktësinë e informacionit të kapur nga dikush i cili ka qenë pranë gjithkohon me atë qëllim, reagimi ishte i menjëhershëm dhe i ftohtë. Jo bllokimi i drejt për drejt, jo ndalimi i hapur, por sipas Luan Goshit, diçka shumë më efektive, ajo që ai e quan dezinformimi i organizuar. Njerëzit e sektorit të kulturës, ata pak persona kyç që vendosnin kush ftohej dhe ku, filluan të dëgjonin histori. Histori rreth gjendjes së Margaritës, rreth kapacitetit të saj, rreth vështirësive të mundshme. Askush nuk tha diçka konkrete dhe të verifikueshme, por historia e zhurmës nuk kërkon fakte konkrete.
Kërkon vetëm dyshimin e mbjellë me kujdes, atë caj të hollë gjysmëbesimi, që kur vendoset në tokën e duhur, rritet vetë. Luani e di se si funksionoi kjo, sepse pa. Organizatorët që kishin qenë gati të ftonin Margaritën, filluan të tërhiqeshin, filluan të ndryshonin planin, filluan të gjenin arsye pse tani nuk është momenti i duhur. Dhe Margarita, e cila kishte pritur me atë durimin e dikujt i cili ka mësuar të pres, filloi të kuptoj se diçka nuk po shkonte si duhet. Filloi të bëj pyetje, filloi të ndjej erën e asaj rruge të bllokuar. Ktimi u bëi vështirë, pastaj u bëi mundimshëm. Pastaj ndaloi të ishte ktim dhe u bë pritje, e pacaktuar, e pa afat, e plot me atë lloj shprese të lodhur, e cila nuk shuhet, por as nuk ndizet. A ka ndodhur ndonjëherë diçka e tillë edhe me të tjerë, me njerëz që keni dashur, me artist apo persona publik që i keni admiruar, ku keni ndjerë se diçka i ka ndaluar t'i jepnin gjithçka kishin për të dhënë dhe nuk mund ta kuptoni dot pse? Kishte, midis gjërave që Margarita Qepa mbante pranë vetes gjatë gjithë jetës. Gjërat e fshehta, gjërat e pakëmbyera, gjërat që nuk dukeshin në asnjë fotografi dhe nuk përmendeshin në asnjë intervistë. Një objekt i vogël, thuajse i parëndësishëm në pamje të parë. Një kryq i vogël druri, me zinxhir të hollë argjendi, të cilin ajo e mbante jo nën rroba, por në xhep. Jo si stoli, si talizman. Ata pak njerëz që e kishin parë atë kryq, tregojnë se nuk ishte gjë e shtrenjtë. Druri ishte i zakonshëm, argjendi i hollë ishte pothuajse i zi nga koha. Por Margarita e trajtonte me kujdesin e dikujt, i cili di se vlera e një sendi nuk ka lidhje me çmimin e tij, por me historinë që mbart. Mira, vajza e fshinjit të katit të tretë, tregon se e kishte parë Margaritën her pas here, kur mendonte se nuk e shikonte askush, duke e nxjerrë nga xhepi dhe duke e mbajtur në grusht për disa sekonda, me sytë e mbyllur, me atë lëvizjen e vogël të buzëve që mund të ishte lutje ose mund të ishte thjesht frymarrja e dikujt i cili ka nevojë të mblidhet para se të vazhdojë. Por pas vitit 998, pas muajve të ktimit të bllokuar, pas periudhës kur dyert e festivaleve filluan të mbylleshin njëra pas tjetrës pa arsye të qartë, mira vërën se Margarita nuk e nxirrte më kryqin. Xhepi ishte bosh, objekti kishte zhdukur. Dhe gjëja e çuditshme nuk ishte zhdukja. Gjërat humbin, sidomos ato të vogla, por mënyra si Margarita reagonte kur dikush padashe i prekte xhepin me kraun. Tërhiqej me atë lëvizjen e mprehtë të dikujt, i cili pret të gjejë diçka dhe gjem boshllëk. A ishte koincidencë që kryqi u zhduk pikërisht kur dyert filluan të mbylleshin? Apo kishte lidhje midis humbes së atij talismani dhe asaj periudhe të errët që po fillonte për Margaritën, si shenjë, si paralajmërim, si mesazh i fshehtë nga një forcë që nuk njeh arsye, po ndonjëherë njeh të vërtetën. Njëra nga gratë e lagjes, e quajmë Vjolca sipas burimeve tona, kishte qenë ndër njerëzit e lagjes me njohuri të thellë të historive familjare, lloji i gruas që di gjithçka pa e kërkuar, që mban kujtesën kolektive të korridoreve dhe shkallëve. Vjolca tregon se ditën kur Margarita e vuri re zhdukjen e kryqit dhe kjo ndodhi sipas saj një pasditë prillit të vitit 998, shpreha e fytyrës së saj kishte ndryshuar me mënyrën e dikujt që merr një lajm të keq jo nga jashtë, por nga brenda vetes. Ajo nuk tha asgjë, tregon Vjolca, me tonin e ulët të dikujt i cili ka mbajtur gjatë një gjë dhe tani e lëshon me kujdes. Vetëm u ul në karrige, mbajti duart mbi gjunjë dhe tha: "Çdo gjë ka kohën e vet, Vjolc. Koha ime ndoshta po merr fund." Dhe kur e pyeta çfarë nënkuptonte, ajo qeshi, atë qeshjen e qetë, atë qeshjen kontrolluese, venderoi temen. Fjalla "koha ime ndoshta po merr fund" mund të interpretohet shumë mënyra. Mund të kishte qenë lodhja e gruas të moshuar, mund të kishte qenë nostalgjia e dikujt i cili ndjen se epoka e tij po mbyllet, por Vjolca, e cila i njihte Margaritën prej dekadash, kishte ndjerë diçka tjetër. Kishte ndjerë se ajo grua para saj dinte gjëra që nuk i tregonte, dinte rreziqe konkrete dhe jo abstrakte, dinte se forcat kundër saj nuk ishin rastësi dhe as fat i keq, por vendime të marra nga njerëz me emra. Dhe ky kujtimi i Vjolcës, kujtimi i shprehjes, i fjalëve, i kryqit të zhdukur, merr dimensionin e tij të plot kur vendoset pranë faktit tjetër, faktit që Luan Goqi e konfirmoi shumë vjet më vonë. Brenda asaj periudhe, brenda muajve të pranverës dhe verës të vitit 998, dikush hyri në apartamentin e Margaritës kur ajo nuk ishte. Luani e dinte sepse kishte vënë në re gjurmët e hyrjes së paautorizuar. Porta e shtyrë ndryshe, gjërat e lëvizura me dorën e dikujt i cili nuk e di saktësisht ku është çdo gjë, dhe kur e pyeti Margaritën, ajo i tha vetëm: "Nuk ka rëndësi." Ata nuk gjetën gjë, por ajo shtoi diçka tjetër, diçka që Luanit i kishte mbetur ngulitur. Kryqin e mori Donika, 3 javë më parë, pa e pyetur, si kujtim tha.
Por kryqi nuk ishte i saj. Objekti i vogël, kryqi i zakonshëm me zingjir të hollë të zi, i marrë nga dikush i cili gjithmonë kishte qenë pranë, i cili gjithmonë kishte pretenduar se kujdesej. I marrë si kujtim, pa leje, pa pyetje, pikërisht kur Margarita kishte nevojë për të gjitha gjërat që jepnin forcë. A mendoni se humbja e atij talismani ishte vetëm rastësi? Apo ishte lëvizja e fundit e llogaritur e dikujt i cili dinte saktësisht çfarë kishte vlerë për Margaritën dhe zgjodhi ta merrte pikërisht atë? Ekziston, midis dokumenteve të kujdesshëm të ruajtur nga ish administrimi i palatit të lagjes së Selvis, një faturë e vogël me datë tetor i vitit 998, faturë thjesht, administrative, lloj që firmoset çdo ditë pa i dhënë shumë mendim. Por ajo faturë, sipas Luan Gokshit, tregon diçka që ndryshon gjithçka nëse e di kontekstin. Ishte fatura e tërheqjes zyrtare të shumë së fundit nga llogaria bankare e Margarita Xhepas. Shuma nuk ishte shumë e madhe sipas standardeve të sotme, por për kontekstin e vitit 998, për një grua e cila kishte punuar të tërë jetën dhe kishte akumuluar kursimet e dekadave të performancave dhe kontratave, ishte shuma e fundit. Shuma që kishte mbetur pas vitit të kaosit, pas shpenzimeve të fshehura të farmacisë dhe ushqimit dhe ilaçeve të lagjes, pas gjithçkaje që kishte dhënë pa llogaritur nëse do t'i mbetej gjë. Vetërheqja e asaj shumë, sipas faturës dhe sipas burimeve tona, nuk ishte bërë nga Margarita vet. Kishte autorizim të nënshkruar nga dikush tjetër, nga dikush me prokur, nga dikush i cili kishte qenë i autorizuar ligjërisht të veprojë në emër të saj. Autorizimi dhënë vite përpara, në kohë kur besimi ishte i plot dhe dyshimi ende i panjohur. Kur Margarita e zbuloi zhdukjen e asaj shumë, dhe e zbuloi jo nga banka, por nga Luani, i cili kishte parë faturën dhe kishte kuptuar menjëherë se diçka nuk shkonte, reagimi i saj sipas dëshmisë nuk ishte ai i dikujt i cili mëson gjë të re dhe shokuese. Ishte reagimi i dikujt i cili konfirmon diçka që kishte dyshuar, diçka që kishte shpresuar se nuk ishte e vërtet, por diku brenda dinte se ishte. Ajo mbajti faturën, e lexoi ngadalë, e vendosi mbi tavolinë, tregon Luani, dhe tha vetëm: kaq. Një fjalë, kaq. Jo ankesë, jo lot, jo zemrim i madh, vetëm kaq. Si dikush i cili ka parë llojen deri në fund dhe e ka kuptuar rezultatin. Llogaria bankare boshatisur nuk ishte aksidenti i parave të humbura në kaos. Ishte rjedojë e zinxhirit të tërë të ngjarjeve, i atij sistemi të kujdesshëm kontrolli dhe shfrytëzimi që kishte funksionuar heshtur azi për vite. Reti i njerëzve të interesave, me prokurën si mjet ligjor dhe donikën si urë emocionale, kishte arritur fundin logjik të logjikës së tij. Kishte marrë edhe gjën e fundit që i kishte mbetur Margaritës, jo si vjedhje turpshme e dukshme, por si lëvizje administrative e ftohtë dhe e dokumentuar, e llojit që nuk procedohet lehtë dhe nuk shpjegohet shpejt. Ariani, emri që kishte qarkulluar gjatë gjithë kësaj historie si hija gjithmonë e pranishme, ishte personi i autorizuar me prokurën. Ishte personi i cili kishte operuar bankën. Ishte personi i cili kur Luan Goçi e gjeti dhe i tha drejt për drejt se dinte çfarë kishte bërë, busheshi me atë busheshen e njerëzve të cilët nuk ndihen kur vërtet në rrezik, sepse janë mësuar me impunitetin si gjendje normale, dhe tha: gjithçka ishte ligjore. Nëse ka problem, shkoni te ligji. Ligji. Ai institucioni i cili në vitin 998 të Shqipërisë, por i mkëmbej akoma nga kaosi i tij vet, ai institucioni i cili kishte shumë gjëra urgjente të bënte dhe pa kapacitet për kujdesin e prokurës bankare të një artiste të moshuar të muzikës shqiptare. Madje edhe nëse ajo artiste ishte zonja e madhe, madje edhe nëse kishte duruar gjithçka kishte dhe tani nuk ishte asgjë. Kjo ishte, sipas burimeve tona, tradhtia e fundit dhe e plot. Jo letrat pa nënshkrim, jo vizitat me pallto të zeza, jo dezinformimi i organizuar kundër kthimit të saj, por kjo, boshatisja e fundit e llogarisë, zhveshja e fundit e çdo mbrojtjeje materiale, kjo ishte plani i realizuar plotësisht. Dhe personi i cili e kishte planifikuar, personi i cili kishte vepruar me prokurën dhe kishte marrë nga llogaria, kishte vazhduar jetën e tij normale, me atë normalizëm të tronditshëm të njerëzve, të cilët bëjnë të keqen e madhe dhe pastaj zgjohen të nesërmen dhe hanë mëngjesin dhe lexojnë gazetën dhe nuk ndihen ndryshe. Por a kishte ndërgjegja, ajo forcë e vogël e heshtur që nuk pyet leje dhe nuk del kur plotësisht, a kishte ndërgjegja diçka për të thënë? Dhe nëse e dinte krejt gjithçka, si e dinin burimet tona dhe si e dinte Luan Goçi dhe si e dinte Margarita vet, pse heshtja vazhdoi kaq shumë vite dhe nga frika e kujt? Pas vitit 998, Margarita Xhepa nuk rikërkoi prokurën, nuk hapi çështje gjyqësore, nuk doli para kamerave me lot dhe akuza. Bëri diçka shumë ndryshe, diçka që ndoshta
tregon karakterin e saj real më mirë se çdo biografi e shkruar. Shkoi te cantja e vjetër, ajo cante zez e konsumuar që kishte mbajtur ilacet dhe ushqimet nëpër korridoret e lagjes gjatë gjithë vitit 997, e hapi, e gjeti bosh dhe e vari sërish në gozhdën pranderës. Si që kishte vënë herën e parë, vite përpara, kur kishte vendosur se do të qëndronte. Luani e ka treguar këtë imazh me fjalë të pakta, me atë lloj ekonomie të fjalës të njerëzve, të cilëve u janë mbushur syt dhe nuk duan të shpjegojnë tepër. Ajo e vari cantën dhe tha: "Ka ende fqinj, ka ende njerëz, ka ende punë." Dhe pastaj kaq. Pastaj jeta e zakonshme, pastaj orët e gjata, pastaj fqinjet e rinj dhe fqinjet e vjetër, dhe korridori i njohur, dhe shkallët e njohura, dhe drita e largët e dritares pre nga kishte parë edhe gëzimin edhe dhimbjen e lagjes për dekada. Por tani pa parat, pa llogarin, pa asnjë mbrojtje materiale nga ata njerëz të cilët ja kishin organizuar ndihmën e fshehur gjatë vitit të kaosit, me kujdesin sistematik të listës dhe farmacisë dhe qeseve të ushqimit. Margarita vazhdoi, me shumë pak, me shumë vështirësi, me atë lloj guximi i cili nuk ka emër të madh sepse nuk bën zhurmë, por ekziston i qëndrueshëm si themeli i shtëpisë, i padukshëm por i domosdoshëm. Njerëzit e lagjes, të cilët tashmë e dinin ose e ndjenin gjysmë të vërtetën, njerëzit të cilëve u kishin ardhur ato qese ushqimi dhe ato ilaçe dhe ato para të fshehura, filluan ta ndihmonin me mënyrën e fshehur të njëjtit lloj, sepse kjo ishte gjuha e njohur e lagjes. Nuk flitet, bëhet. Kthehej gjëja pa emër, kthehej me diskrecion, kthehej me atë heshtje dinjitare e njerëzve, të cilët e dinë se ç'kan marrë dhe duan ta kthejnë, por nuk kanë fjalët e duhura dhe nuk kanë nevojë për to. Ishte si rreth i mbyllur i dëmshurisë, i fshehtë, i plot, i pashkruar. Dhe Donika. Ajo Donika e cila kishte marrë kryqin. Ajo Donika e cila kishte shërbyer si ur informacioni për rrethin e interesave. Ajo Donika e cila kishte parë bujarinë e Margaritës si dobësi dhe e kishte kthyer në lev. Çfarë ndodhi me ta? Sipas burimeve tona, Donika vazhdoi jetën e saj me atë normalizëm të tronditshëm të njerëzve, të cilëve gjithçka u ka shkuar sipas planit. U zhvendos nga lagja disa vjet pas ngjarjeve, u transferua në një pjesë tjetër të qytetit dhe nuk pati, sipas gjithçkaje që kemi arritur të gjejmë, asnjë lloj ndërgjegjeje publike, asnjë moment pendese, asnjë fjalë drejtuar atij që kishte bërë. Kryqi i vogël druri me zinxhir të hollë të zi, ai talizman i marr pa leje si kujtim, nuk u kthye kurrë. Ndoshta ende është diku në një sirtar të harruar, pranë gjërave të tjera të mbledhura pa kërkuar. Arjani, personi me prokurën dhe llogarinë e boshatisur, sipas burimeve, pas vitit 2010 nuk ka qenë pjesë e skenës publike shqiptare. Lëvizjet e tij pas ngjarjeve mbeten me kujdes jashtë regjistrimit publik dhe ne i respektojmë kufit procedural të burimeve tona. Por rrethi i njerëzve të interesave, si rreth i tillë, u shpërbën ngadalë, jo nga drejtësia, por nga e zakonshmia e gjërave. Njerëzit plaken, interesat ndryshojnë, levat e vjetra humbin peshë. E drejtësia? Ajo drejtësia e madhe, zyrtare, me dokumente dhe vendime gjyqësore, nuk erdhi kurrë. Ndoshta nuk mund të vinte, sepse letrat nuk ishin në nënshkrim dhe prokura ishte ligjore dhe gjithçka kishte formën e duhur të gjërave të bëra me kujdes nga njerëzit që i din limitet e sistemit. Por ka edhe drejtësi tjetër. Ajo drejtësia e ngadalt dhe e padukshme e historisë, drejtësia e kujtesës kolektive, drejtësia e kohës, e cila vendos çdo gjë në vendin e duhur, madje edhe kur ligji dështon. Kjo drejtësi, sot, po e bën punën e saj. Emri i Margarita Çepës mbetet i gjallë. Jo si imazh i kontrolluar, jo si produkt i menaxhuar nga ata që e patën si instrument, por si emër i vërtet. Emër i gruas konkrete me duart e ftohta dhe zemrën e ngjehtë, me çantën e zezë dhe listën e emrave, me farmaci të fshehtë dhe kruqin e humbur. Ata të tjerët, me emrat e tyre, me llogaritë e tyre, me planetet e tyre të ftohta, kanë hyrë në haresën e atyre njerëzve, historitë të cilëve nuk mbahen sepse nuk meritojnë të mbahen. Pas çdo gjëje që ka ndodhur, pas vitit të mallkuar, pas tradhtisë, pas boshatisjes, pas bllokimit të kthimit, mbetet pyetja e thellë dhe e dhimbshme. A e diti vërtet Shqipëria çfarë kishte? A e njohu vërtet Margarita Çepën jo si zërin e bukur dhe titullin e ndershëm, por si gruan konkrete, e cila kishte qëndruar kur të tjerët kishin ikur, e cila kishte dhëmë kur kishte pak, e cila kishte mbrojtur njerëzit e thjesht me duart e veta pa kërkuar asnjë radhë lavdie. Tani, pas gati 30 vitesh, fjalët po dalin. Gëzimi, plaku i korridorit, mira e katit të tretë, Luani me zarfin e verdh,
Vjollca me kujtimin e kryqit të zhdukur, doktor Petrit me illaqet e të mërkurës pasdite, ata njerëz të padukshëm, ata njerëz të zakonshëm të cilëve historia kur nuk u ka dhënë mikrofon, tani po flasin, njëri pas tjetrit, me atë qetësinë e dikujt i cili ka pritur shumë dhe di se çfarë po thot. Dhe ajo çfarë thon është e thjeshtë dhe e rëndë njëkohësisht. Margarita Xhepa nuk ishte legjend. Ishte grua. Grua e vërtet, me lodhje dhe frikë dhe sëmundje dhe tradhti dhe humbje. Grua e cila kishte të gjitha arsyet e botës të ikë dhe të ruaj veten dhe zgjodhi të qëndroj. Jo sepse nuk kishte frikë, por sepse kishte vendosur se frika nuk ishte argumenti i fundit. Kjo është historia e 30 viteve të fshehura. Kjo është historia e zarfit të verdh dhe listës me emra dhe farmacisë pa emër dhe çantës së zezë të varur sërish pas gjithçkaje. Kjo është historia e vërtet, jo ajo e rezultateve të festivaleve dhe titujve të ndeshëm, por historia e gruas njerëzore, e plot, me gjithë dritën dhe errësirën e saj. Dhe ndoshta drejtësia e vetme e mundshme, drejtësia e vetme e vërtet është kjo, që ajo histori të tuhet. Të tuhet me fjalë të vërteta, me emra të vërtet ku është e mundur, me respektin e plot të dikujt i cili e di se çfarë meriton të mbahet mend dhe çfarë meriton të harrohet. Margarita Xhepa e meriton kujtesën tonë të plot, jo si ikon, si njerëzi. Vetani mbetet pyetja me të cilën mbyllet kjo histori, por që ndoshta nuk ka mbyllje të vërtet. Si e mbani mend Margarita Xhepën? A ishte ajo, për ju, vetëm zëri i bukur dhe emri ndeshëm i festivaleve, apo dini ndonjë gjë nga ajo Margarita e fshehur, ajo Margarita e korridoreve dhe çantave dhe listave të fshehura? A kanë dokush, sidomos ata që kanë jetuar në ato lagje, në ato vite, në ato kohë të vështira? Ndonjë kujtim të drejtë për drejtë, ndonjë fjalë të dëgjuar, ndonjë gjë të parë me sytë e vet? Dhe pyetje e madhe, ajo pyetje me të cilën nuk mund të mbyllet pa u thënë, a ishte Margarita viktime e sistemit dhe njerëzve rreth saj, apo zgjodhi vetë me sy të hapur rrugën e vet, rrugën e dhënies dhe qëndrimit dhe heshtjes, dhe e jetoi atë rrugë deri në fund me dinjitetin e plot të dikujt i cili di çfarë ka bërë dhe nuk ka nevojë për aprovimin e askujt. Historia e vërtet nuk është kur ajo që lexohet vetëm në libra. Është ajo që mbahet në përzarfe të verda, në përkujtime pleq, në përdoma të fshehta me rafte ilaçesh dhe emra të shkruar me dorë. Margarita Xhepa e la atë histori. Tashmë është e thënë, tashmë është e juaja.